Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se po takohemi në një emision të radhës në Mjekësia dhe ti. Për sot kemi zgjedhur të diskutojmë gripi sezonal, simptoma, terapia dhe preventiva. Me ne sot në studio Dr. Nderim Hasani, specialist i sëmundjeve infektive, përkatësisht infektolog. Mirë se vjen Dr. Nderim. Mirë se jam, kënaqësi jam me ju. Panderës shumë. Dr. Nderim, jemi me një temë që është bë tani edhe përditshmëri tek ne, gripi sezonal. Çka është gripi sezonal, ne për kufizim thjesht për shikuesit tonë? Po ashtu si përditshmëri është edhe koha e sezonalitetit që po fillon kjo kohë e vjeshtës dhe më vonë edhe dimrit vonë. Dhe gripi sezonal është një infekcion i rrugëve respiratore, respektivisht i rrugëve të sipërme respiratore nga virust e gripit ose influencës që i quajmë ne në gjuhën e mjekësisë. Virust e influencës janë 3 nga familja e mikroviridave. Influenca e tipit A, ose virusi i gripit A, virusi i gripit B dhe virus e gripit C. Realisht, dallueshmëria mes këtyre 3 llojet virusve është për masën e infektueshmërisë që bëjnë këta virus. Virus e gripit A zakonisht shkaktojnë edhe epidemi. Ne mos harrojmë se kem pasur edhe pandemin, e cila po ashtu është shkaktuar nga një virus i tipit A. Pra, shkaktojnë raste sporadike, raste epidemike dhe madje edhe pandemike. Ndërsa virus e gripit B karakterizohen me raste sporadike dhe me epidemi të vogla, ndërsa virus e tipit C, që janë shumë më të rralla, shkaktojnë vetëm raste sporadike. Pse janë të rëndësishme sa i përket këtyre ndarjeve? Ndarja është më shumë rëndësi edhe sa i përket masave preventive që duhet ndërmerr shoqëria ose shtetet të ndryshme, po ashtu edhe sa i përket terapisë ose rasteve që duhet të presim për secilin vit ose për secilin sezon, sepse duhet të them se shkaktarët e influencës nga një vit në vitin tjetër dallojnë. Dhe mund të varirojnë. Varirojnë. Një sezon ose një vit mund të jenë shkaktarët dominant të influencës A, ndërsa vitin tjetër mund të jenë edhe shkaktarët e virulencës B. Tek dallimet mes gripit sezonal dhe infeksioneve tjera përfshi këtu edhe infeksionet respiratore akute që janë, që në këtë rast hin edhe Covidi që ishte gripi i shpezve, ftojet e zakonshme. Ku na paraqitet dallimi në simptomologji tek gripi sezonal dhe këto? Përveç shkaktarëve të cilët janë të ndryshëm, këto normalisht ashtu edhe siç e thatë, dallojnë edhe sa i përket simptomatologjisë. Për shembull, çka shkakton një virus i gripit ose influencës? Shenja dominante, shenja më markante e të gjitha infeksioneve respiratore është temperatura. Pra, pas një periudhe shumë të shkurt të inkubacionit ose shumëzimit në organizëm dhe koha e inkubacionit se cilin nga këto virus variron nga 1 deri në 4 ditë, fillojnë simptomat. Simptomi më markant, më kryesor është temperatura. Temperaturën pra mund ta kenë të përbashkët edhe gripi, po edhe ftohja e zakonshme. Për ftohjen e zakonshme, zakonisht përdoret një term common cold nga gjuha angleze, që nënkupton një ftohje të zakonshme. Dhe dallueshmëria tjetër është se gripi përveç kollës, kollën e japin që të dy rastet në mënyrë të përbashkët, kollat e gripi është më intenzive. Po ashtu, karakteristik për gripin e jo për ftohjen e zakonshme është mjalgjia, dhëmbja e muskujve, dhëmbja e fytit dhe intoksikimi i përgjithshëm që shumë pak e japin
ftohjet e zakonshme. Ka edhe një karakteristik se tek gripi nuk kemi si shenjë dominante, nuk e kemi rrjedhin e hundëve, që karakterizohet më tepër për ftohjen e zakonshme. Është karakteristik më tepër për ftohjen e zakonshme. Është specifike për ftohjen e zakonshme. Tek vaksinimi, derisa ishim dëshmitar, do thotë edhe jemi dëshmitar vazhdimisht që bëhet një listë ose si më thonë një mënyrë e prevenimit ndaj gripit sezonal është edhe vaksinimi që bëhet në vendin tonë. Pse do thotë këto akoma është një sfidë serioze për shëndetin publik edhe pas vaksinimit gripit sezonal? Spari kisha thënë se përket vaksinimit, OBSH-ja ka kriteret të qarta cilat persona duhet ose rekomandohet të vaksinohen. Dhe në një janë fëmijët nën moshën 5 vjeçare. Të moshuarit mbi moshën 65 vjeçare. Gratë shtatzona rekomandohet të vaksinohen dhe është grupi i veçantë të personave me imunitet të kompromitum, ku mund të bëjnë pjesë smundje nga zemra, smundje nga veshkët, smundje nga smundjet tjera më specifike, dhe një grup i veçantë i këtyre smurëve janë smurët onkologjik, ose të smurët që kanë ose që vujnë nga kancere të ndryshme. Prandaj, tu pas parasysh këto rekomandime të OBSH-s, normalisht se këto grupe specifike duhet ose rekomandohet të vaksinohen. Mirë po çështja ose sfida do të jetë a duhet marrin vaksin personat që gëzojnë imunitet të plot ose që na i quajmë në gjuhën e mjekësisë imunokompetent. Jo, këta persona duhet ta përballojnë me imunitetin e vet dhe me terapinë tjetër ndihmës që duhet marrin në këto raste dhe normalisht tu pas parasysh edhe çajnat ose pushimet, vitaminën C ose të tjera paracetamol. Për forcues të imunitetit. Po, terapi kryesisht simptomatike që quajmë ne. Tek imuniteti i fituar, doktor Ndere, nga infeksionet e mëparshme në curin klinike të gripit të individ të ndryshëm, si ndikon ky imunitet i fituar tek pacientët cilët e kanë tejkalu? A mund të ketë dallim në moshat të ndryshme, tek moshat të ndryshme imuniteti i fituar apo është i njëjtë? Imuniteti është çështje kyçe sa i përket kalimit të një smundje, të një infeksioni, siç është rasti me gripin, infeksionet respiratore. Mirë po, tek personat që thamë më herë që kanë imunitet të plot, smundja do të kalon shumë më lehtë. Mirë po, tek personat imunokompromitum ose të personat të imunokompromitum, kjo çështje do të bëhet më serioze. Prandaj, tek këto raste, fatkeqësisht sa i përket gripit të influencës, të llojeve të ndryshme, siç i përmendëm më herët, aty çdo vit mund të ketë ndryshime sa i përket sojit të virusit i cili shkakton. Por megjithatë, është vërtetuar se një infeksion i kalum me një lloj të virusit caktuar, pavarësisht se zonën tjetër do të ketë ndryshime të virusit, normalisht mund të lënë ose mund të fiton një imunitet në një shkallë të caktuar, jo solide edhe. A varet kjo prej moshës? Gjithsesi, se varet prej moshës, prej smundjes, prej gjendjes shëndetësore të pacientit. Në përhapjen do të thotë njëri prej faktorëve që ndikon tek përhapja është edhe vektori i transmetimit. Do të thotë në gripit sezonal ose bardhjes ose siç e quajmë ne, përhapja që ndodh prej personi në person. Cilat janë faktorët që ndikojnë që përhapjen e gripit sezonal prej vitit në vit, do të thotë nga ky vit në vitin tjetër? Në kohën e globalizimit që po jetojmë, qarkullimi i njerëzve normalisht se e rrit shpeshësinë, e rrit rrezikun për infektueshmëri nga në këtë rast nga gripi sezonal. Në momentin
Dua të kujtoj, masi e përmendëm edhe Covidin, dua të kujtoj se në kohën kur në Wuhan filloi ajo që ma vonë e përfshiu botën, disa mendonin se është shumë larg nga Evropa. Dhe ju kujtohet, ky grip nuk e kurseu as Evropën, po nuk e kurseu as botën. Po, një prej atyne indikatorët cilët e banë përmendos kjo, është migrimi ose lëvizja e madhe e popullatës në këtë kohë ku po jetojmë. Sa ndikon stili jetës në përhapjen në manifestin që bën gripi sezonal tek pacientët? Stili jetesës... Si që janë udhime ndërkombëtare, urbanizmi, stili mënyrat të jetesës, ushqyrit? kisha thonë se ndikon në dy forma. E para, ajo që e përmendëm edhe më herët, sa i përket lëvizjeve të popullatës, migracionit të popullatës, por stili jetesës ndikon edhe sa i përket përballimit ose tejkalimit të një gjendje gripoze, sepse kjo ka drejt për drejt stili jetesës ose mënyra jetesës ose kushtet ekonomiko-sociale normalisht do të ndikojnë që personi të ketë një imunitet më solid dhe më lehtë ta kalon një gjendje gripoze se sa ata me kushtet vështira socio-ekonomike. Kthehemi prapë tek mënyra e vaksinimit sa i përket gripit sezonal. A duhet përditësohet çdo vit mënyra vaksinimit edhe sfidat kryesore në përzgjedhjen e shtamave? Siç e dini, ekziston një periudhë më e rekomanduar e kohës së vaksinimit. Dhe ajo periudhë e kohës së vaksinimit është pikërisht tash. Ato grupe që ndihen të rrezikuara dhe janë ose që rekomandohet për ta vaksinimi, është koha më optimale, mirë po, normalisht ata duhet të përcjellin rekomandimet që jep Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik sa i përket fillimit të periudhës së vaksinimit. Sepse tani duhet një kohë e caktuar për të fituar imuniteti. Por sezonaliteti i gripit ka një periudhë të caktuar. Pra, është periudha e vjeshtës së vonshme, periudha e dimrit dhe periudha e pranverës së hershme. Kjo është koha kur zakonisht ne hasim ose atakohemi nga kjo smundje qësisht influenza ose gripi. Të ndrosh shikues, tani është koha të shkojmë në një blok marketingu dhe kthehemi sërish me Musafirin e studio. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që e ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri.
Të nderuar shikues, kthehemi sërish në studio me musafirin ton, doktor Nderim Hasani, por tani që është koha për të falendëruar sponsorët tanë, të cilët na shoqërojnë gjatë gjithë emisionit. HomeLab Plus, një laborator biokimik hematologjik dhe mikrobiologjik, i cili funksionon në 2 lagjet më të vjetra të Prishtinës, me një gamë të gjerë të analizave, duke filluar nga biokimia, hematologjia, mikrobiologjia, virologjia dhe markues të ndryshëm tumoral ETJ, pasi gjithë kësaj qëndron në një bashkëpunim i gjerë me bashkëpunëtorët e tjerë që janë brenda dhe jashtë vendit, siç janë Turqia, Shqipëria, Greqia e tjerë. Motoja dhe qëllimi i këtij institucioni është profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Emona Center është rrjet i vetëm i supermarketeve në Kosovë i dekoruar 3 herë radhazi për çmime, i cili bart në veti qëllimin e saj duke mos poseduar pijë alkoolike në raftet e saj. Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mëdha shqiptare në Kosovë për produktet e mishit, e cila si kompani është certifikuar për produkte halal nga Bashkia Islame e Kosovës. Dhe Cima Construction, kompania ndërtimore themeluar në vitin 2009 me një përvojë dhe staf të kualifikuar, i cili ofron cilësi dhe kualitet në ndërtimet të cilat organizohen nga kjo kompani. Kthehemi në studio me musafirin ton. Kthehemi sërish në studio me doktor Nderim Hasanin, specialist i sëmundjeve infektive, përkatësisht infektolog. Doktor Nderim, kur flasmi për vaksinimin, medomos na shkon ndërmend edhe efikasiteti i një vaksine, e sidomos te grupet e veçanta. Sa janë efektiv, do thotë, ose sa efektiv është vaksinimi tek fëmijët, shtatzanat, të moshuarit, pacient me imunitet të komplimentuar e tjerë? Pra, rekomandimet e këto grupet është që të merret vaksina dhe efikasiteti i vaksinës është mjaft i mirë. Në shkallë mjaft të mirë të efikasitetit, dhe kjo në përgjithësi përkufizohet si vaksina, edhe nëse nuk mbron nga plotësisht nga sëmundja, vaksina dëmos mbron ose ka efikasitet nga format e rënda ose nga komplikimet që mund të vinë si pasojë e një gripi sezonal, gjithsesi influencës. Kur flasmi për vaksinimin, doktor, e kem parasysh që përmendin edhe në formë gallate, shpesh herë përmendet, thonë me barna të gripi sezonal, 7 ditë pa barna një javë. Sido që tjetë, a kalojmë tash te kjo pjesa që a mundemi te gripi sezonal të mos përdorimi terapi, ose cilat janë pasojat për organizmin tonë se ne nuk përdorimi terapi? Shumë e vërtet është ajo thënia që shumë shpesh përdoret, dhe te rastet ose te personat që kanë imunitet të plot, tham edhe në fillim, te këta nuk rekomandohet asnjë mas tjetër shtesë, sa i përket vaksinimit, por këta e kalojnë me një formë më të lehtë gripin sezonal. Këtu normalisht se duhet të ndihmohet me çajna të ndryshëm, me vitamin C për aq sa mund të merret, dhe marrja për aq sa mund të merret edhe e paracetamolet, gjithsesi e analgo-antipiretikëve tjerë, me të cilat ne do t'i zbusim simptomat më të rënda të gripit sezonal, siç është temperatura e lartë, sepse kjo temperaturë mund të jetë persistente dhe normalisht kjo ndikon pastaj në gjendjen e përgjithshme të pacientit, duke i bën atë që na e quajmë intoksikim i përgjithshëm ose një gjendje gripoze, si shifet te pacienti. Po tek vanesat e vaksinimit, a kemi rrezik të bëjmë, nëse bëjmë refuzim ose vanesë në vaksinim, kemi rrezik të bëjmë në shpërthim vanesat në vaksinim të gripit në komunitet? Ekziston edhe kjo si dilemë që shumë shpesh shoqërinë tonë e prekupon. Mirë po, vanesat në vaksinim ndoshta do të ishin të rëndësishme për mos të ndodhur rastet e rënda ose manifestimi i gripit me simptoma të rënda, ose që mund të quajmë edhe si komplikime të gripit sezonal. Dhe mosmarrja e vaksinës mund pason me një formë më të rëndë, madje kjo jo po vetëm për thënë është se gripi mund të jetë te këto raste edhe mund shkakton mortalitet ose vdekshmëri, sepse kjo varet krejt nga imuniteti i organizmit.
Doktor Nderim, derisa po flasmi për vaksinat dhe gripin sezonal, me domos na ndërlidhen edhe antiviral që japen nga klinicistët në këtë rast. Kur vjen shprehje do thotë përdorimi antiviralve, sa janë efektiv ata në komplikime? Do të kisha dallu dy situata. Situata parë do të jetë ajo se sa duhet merren ose sa duhet të ordinohen ose kur duhet të ordinohen antiviralt. Pra, në këtë situatë, antiviralt nuk rekomandohet përdorimi i tyre në gjendjet gripoze të zakonshme. Antiviralt vinë në shprehje tek format më të rënda të manifestimit të sëmundjes së gripit, si dhe tek rast ose të personat me imunokompromitim. Ndërsa tek të tjerët, ato raste duhet ta kalojnë pa marrë antiviral ose, për ta shpjeguar për dëshueshmërinë tuaj, marrjen e terapive të cilat ndikojnë tek virusi. Dhe situata e dytë është kohëzgjatja e marrjes së terapisë antivirale. Kur, pra, kohëzgjatjen ose realisht marrjen e antiviralve duhet ta përcakton profesionisti i fushës. Nuk rekomandohet dhënia e antiviralve nga të tjerët përveç se profesionisti i fushës, sepse aty ka pastaj kur duhet fillon, sepse është shumë më rëndësi që dhënia e antiviralve të fillon që në ditët e para të fillimit manifestimit të sëmundjes. Madje disa autorë rekomandojnë 5 ditët e para. Mas 5 ditëve efikasiteti i marrjes së antiviralve dobësohet, madje është i padobishëm. Dhe kjo marrje e antiviralve pastaj, nëse vendoset indikacioni ose nëse vendoset kriteri për marrje të antiviralve, normalisht nga profesionisti i fushës duhet përcaktohet për kohë marrjen ose kohë zgjatjen e marrjes së antiviralit. Derisa nuk kemi mund të të triumfojmë ndaj gripit sezonal me prevenim përballë simptomologjisë, edhe ka ardhur puna deri tek hospitalizimi. Cilat janë kriteret që duhet t'i plotësoj? Në thojza, duhet t'i paraqes klinika një pacienti që ai të hospitalizohet. Do ta shfrytëzoj rastin këtu të kjo pasi dihet se po ndërpres, sepse shpesh herë vërshohet klinika infektive në këtë rast me raste që ndoshta duhet duhet mu përzgjedh ose duhet mu bëni farforme ndarja në nivel primar ose sekondar. Do t'i vendosim në disa rafshe këto. E para, çdo gjendje gripoze nuk rekomandohet madje edhe të kërkon ndihmën e mjekut. Një gjendje e lehtë virale e gripit ose sëmundjeve të tjera virale duhet kalon dhe kalon zakonisht, sidomos te popullata jonë kalon pa kërkuar ndihmën e mjekut. Rastet që janë ose që kanë shenja të qarta të gripit, influencës, këto duhet trajtohen në nivelin primar të shëndetësisë. Kryesisht, shumica e këtyre rasteve nuk ka nevojë, sepse nuk manifestojnë shenja tjera, qoftë të komplikimeve ose të tjera, të kërkojnë ndihmën matutje sesa te mjeku familjar ose në ambulanta të ndryshme mjekësore. Ndërsa rastet kur ka pra një kriter, kur duhet të kërkohet ndihma mjekësore. Dhe ky kriter është kohëzgjatja e gjendjes gripoze. Nëse ta marrim, një gjendje gripoze ka kaluar mbi 5 ditë, ka kaluar mbi 7 ditë, dhe ajo temperaturë nuk është ulë, ka filluar një kollë produktive, ka filluar dhembje e gjoksit, ka filluar dyshimi ose është konfirmuar se është një infeksion tash i rrugëve të poshtme të frymëmarrjes, në kuptimin e bronkopneumonisë, në kuptimin e pneumonisë, pra të infeksioneve të rrugëve respiratore ose të frymëmarrjes dhe infeksioneve të vetindit pulmonar, atëherë paraqitet si indikacion, gjithsesi paraqitet si nevojë konsultimi edhe i mjekëve të fushës
infektologjisë ose dërgimi në klinikën infektive. Doktor Nderem, kur flasmi për komplikimet të gripit sezonal, atëherë vjen puna deri tek komplikimet më të rënda, të cilat na i shkakton gripi sezonal. Atëherë, cilat janë do të thotë këto komplikime dhe cilët pacient janë më të rrezikuar? Grupet e rrezikshmërisë tani më i përmendëm pothuajse të gjithë, dhe sa i përket komplikimeve, normalisht se komplikimet janë më të shpeshta pikërisht te këto grupe. Dhe ato komplikime do t'i kishim nda në dy grupe, në komplikime të hershme të gripit dhe në komplikime të më vonshme të një gjendje gripoze. Cilat janë komplikimet e hershme ose të më hershme? Janë ato që përmendëm. Fillon një kollë produktive. Shenja se ka fillu një kollë produktive nënkupton se infeksioni ka shku ose është lëshu në rrugët e poshtme të frymarrjes. Te këto komplikime, normalisht se kërkon edhe trajtimin hospitalor, nëse sipas nevojës që paraqitet. Dhe sa i përket komplikimeve të mëhershme, pra fillon një kollë produktive, një intoksikim edhe më i vazhdueshëm dhe në analiza, pastaj kemi edhe analizat laboratorike të cilat na flasin për një ndërlidhje, sepse zakonisht në një pjesë të rasteve kur ka një person imunitet të kompromitum, aty shumë lehtë ndërlidhet edhe një infeksion bakteror ose nga bakteret, dhe për cilat pastaj me një analizë shumë të thjeshtë të gjakut ose edhe një radiografi ose një inqizim të mushkrive, me cilat konstatojmë se mund bëhet fjalë për një infeksion tash të mushkrive ose të indit pulmonar ose të rrugëve mushkërore. Para pyetjes së fundit është edhe tek mortaliteti dhe morbiditeti që shkakton gripi sezonal. Si ndikon? Fatkeqësisht tek influenca ose te gripi sezonal mund të paraqiten edhe raste të vdekjes ose mortalitetit. Kjo normalisht më të rrezikuar janë grupet që i përmendëm. Mirë po, Covidi ka tregu se mund të ketë mortalitet edhe te grupet të cilat nuk i takojnë këtyne grupeve që i përmendëm. Prandaj, duhet një kujdes i shtumë për secilën gjendje gripoze, nëse personi ka një gjendje ose manifeston një gjendje të lehtë gripoze, e tham edhe më herët, nuk ka nevojë për masa shtesë, përveç se këtyre që i përmendëm si masa të zakonshme, ndërsa për çdo gjendje e cila duket se nuk ka përmirësim për disa ditë, kërkohet vëmendje e posaçëm dhe duhet ndërmarr hapat e posaçëm sipas mjekëve. A ka ndonjë statistik, doktor Nderem, lidhje me mortalitetin që shkakton gripi sezonal? Nivel vendi ose nivel duke mos përfshi kohën e pandemisë, do të thotë i ka prish çdo. Ato që duhet të themi është se në shumicën pothuajse absolute gripi sezonal kalon pa gjendje mortaliteti. Po është një gjendje e smundshmërisë që quhet morbiditet ose smundshmërisë. Këtu shkalla është shumë e lartë, mirë po sa i përket mortalitetit ose vdekshmërisë, fatmirësisht shkalla në nivel kombëtar është shumë e ulët. Shumë ulët. Atëherë, doktor Nderem, me qenë se edhe misioni tonë i vijë edhe fundit, tani është si pyetje fundit një këshill në lidhje me gripin sezonal, besoj që ka çka të këshillohet këtë rast. Faleminderit. Me që e nisëm për vaksinim, unë do të kisha apelu që për grupet e riskut që i quajmë, këto grupet që përmendëm, rekomandojmë vaksinimin. Të përcillen të gjitha rekomandimet që jep Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik sa i përket vaksinimit dhe vaksinimit të kryhet në kohën e duhur, sepse për të fituar imunitet për një grip sezonal, i cili mund ndryshon nga ai i vitit kaluar, duhet një periudhë e caktuar kohore për të qenë në gjendje me e përballu shumë ma lehtë një gjendje të gripit sezonal. Pra, vaksinimi në radhë të parë, kushtet
higjieno-sanitare, nëse ndodh një gjendje gripoze, madje edhe në nivel shtëpiak, duhet të kihet kujdes sa i përket këtyre kushteve sanitare dhe normalisht duhet kihet kujdes kjo higjien ose ndërmarrje e masave preventive edhe në objekte pune, në objekte ku mund grumbullohen personat, duke ata që kanë një gjendje gripoze, më së miri është të qëndrojnë në shtëpi për kohën derisa të kalon, por edhe nëse kanë nevojë të lëvizin, atëherë rekomandohet vendosja e spaku e një maskës mbrojtëse që mos jetë edhe infektiv. Të gjitha, do them diçka, të gjitha smundjet respiratore që barten përmes spreklave ose pikzave që nxjerr njeriu nga goja gjatë të folurit, gjatë kollitjes, gjatë gjendjeve tjera, infektueshmëria zvogëlohet diku të 80% nëse qëndrohet nga personi tek personi tjetër diku 1 metër ose 1 metër e gjys nga një person. Mirë, po rekomandimet janë marrë që kjo distancë të jetë diku 2 metra për të qenë më të sigurt. Pra, ato sperklat që lëvizin, që udhtojnë përmes ajrit, infektueshmëria e tyre bjen nëse personi rrin më i izoluar ose më i kufizuar nga persona tjerë që mund t'i rrezikojnë me bartje të një infeksioni. Atëherë, doktor Nderim, me qenë se është edhe fundi e emisionit, unë të falenderoj shumë për kohën cilën në ndave nga puna e përditshme për të na dhënë këto këshilla në lidhje me një kohë që po ballafaqohemi thujase edhe tani tash e tutje edhe me gripin sezonal, me shpresën se kemi u taku në emisione të tjera. Faleminderit juve, po ashtu, kur keni bërë thjerrjen keni qenë shumë bindës, sepse ka një periudhë shumë gjatë kohore që unë nuk kam dashur ose pranuar të jam në studio televizive. Qenë ka ekskluzivitet. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ky ishte edhe emisioni i sotëm me doktor Nderim Hasanin, specialist i sëmundjeve infektive, përkatësisht infektolog, që diskutuam gripin sezonal, simptoma, terapia dhe preventiva. Deri në emisionin e ardhshëm, shikim të këndshëm.